Nuk është e lehtë të rrisësh djem. Të rrisësh një fëmijë djalë është një sfidë më vete, pasi do jenë burrat e së ardhmes. Dhe sipas psikologëve, djemt që ndihen më të sigurt në gjyrin prindëror bëhen zotërinj më të fortë. Një fëmijë që ndjen vëmendjen dhe dashurinë e pakushtozuar dhe përkëdheljet është në gjendje të rezistojë shumë më mirë me të gjitha vështirësitë e së nesërmes. Ndërsa frika për cënimin e mashkullitetit dhe mësimet për t'i bërë të fortë e të pandjeshëm në kuadër të qenit mashkull janë të dëmshme dhe i bën fëmijët të jenë më vulnerabël. Sipas psikologëve, nëse duam që djemtë tanë të kenë besim tek vetja dhe cilësitë e virtutet e tyre, prindrit duhet të bëjnë të dukshëm vlerësimin për ta. T'i japë për siguri, besim dhe vlerësim fëmijës, aq më tepër djemve, i bën ata më të sigurt mbi veten, fitojnë vetëvlerësim, mbushen me dashuri e dashamirësi dhe mbi të gjitha, bëhen emotiv dhe empatik pa ndrydhje dhe detyrime gjinore të paracaktuara. Figurat e prindërve janë shembujt më të mirë të fëmijëve dhe karakteri i fortë ndërtohet nga një bazë shumë e mirë besimi, dashurie e vetëvlerësimi.